nuk janë, për shembull Shqipëria në hap, ato dosjet që hapen dhe vjen mirë ato që janë hap, nuk kanë thuhet kërkush që ja ka prish në ai rresht, në çka ka pas në dosje. Por lufta, beteja e funit për jeta vdekje e Serbisë në Kosovë, mendoj që ka me qenë futja e shqiptarëve në konflikt përmes dosjeve që një ditë mund t'i nxjerrë Serbia publikisht edhe ta rregulloj sipas qefit, duke pas parasysh edhe informatat që ka edhe për familjet, edhe për njerëzit, edhe kush kene ka damtu. Pra, ne nuk mund të jemi të sigurt edhe në dhënien e këtyre dosjeve, por dosjet janë atje. Sipas informatave të mia, dosjet kanë qenë në 5 ose 6 kopje gjithmonë. Ka pas Federata, ka pas Serbia, Kroacia, Slovenia, Bosnia Hercegovina dhe Maqedonia i kanë pas dosjet e dublume dhe i kanë pas edhe në Federatë. Pra këto dosje janë në Sloveninë, Maqedoninë, Bosnjën. Këto janë çështje të cilat këta që kanë qenë akterë, që kanë pas funksionet nalta, një pjesë jetojnë akoma janë gjallë në Kosovë, din më shumë, din me shpjegu se si ka funksionu, por ajo që është e domosdoshme për politikën në Kosovë dhe për interesat e Kosovës, është që sigurisë t'i kushtohet rëndësi shumë e madhe dhe eksponent të cilët kanë punu. Do të duhej me pas një mekanizëm përmes të cilit ata mujnë me informu dhe mujnë me ndihmu shërbimin, ose ma mirë me thonë shërbimet e fshehta të Kosovës, sepse nuk është ndaj sekret, ato janë publike që janë kemi shërbimin tonë të fshehtë dhe duhet me pas drejtori të veçantë dhe jo me i keq përdor për interesa elektorale ose për interesa të individëve të caktuar që duan ti përdorin, respektivisht ti keq përdorin për me damtu dikan. Unë mendoj që nëse kanë desh me damtu zotin Rashić, nuk ka qenë ai problem se edhe Vučići është interesuar me damtu zotin Rashić, edhe lista srpska është interesuar me damtu zotin Rashić, dhe unë mendoj, du me qenë realist, zoti Rashić është njeri ndër deputet e rrallë në Kosovë nga komuniteti serb, edhe disa që ish deputet kanë qenë, të cilët e kanë kuptuar realitetin dhe kanë qenë të interesuar dhe janë të interesuar me i mbrojtë drejtat e serbëve në Kosovë, por jo me damtu Kosovën përmes shërbimeve të serbe. Pra mund të jetë edhe një luftë e vetë serbëve që shpërtheu me këtë arrestim. Unë mendoj që është kombinim, tani kush kujtja ka hudh atë grepin që themi ne, nuk e di, por ka pas një fushat disa ditore kundër Rashićit. Nuk e di a ka qenë i korruptum, çka ka qenë i korruptum, pse ka qenë i korruptum. Realisht me këqyr kush është i korruptum në Kosovë, në Serbi, në Shqipëri, o problem me i da tani kush është e kush është, por korrupsioni është evident dhe ka korrupsion edhe në Kosovë, sa të dush, dhe normalisht që ata që kanë pak pushtet, ata mujnë me u korruptu, ata që s'kanë pushtet që ka mu korruptuaj. Dhe zoti Rashić ka qenë ministër, unë nuk e di detajet, mund të ketë pas ndaj korrupsion, por për korrupsion, për ta denoncu, mundet gjithkush, por hetime duhet t'i kryj prokuroria dhe jo gazetarët. Me që jemi duke folur për këtë person, pra Nenad Račić, është zgjedhur në kryetar i kuvendit të Kosovës, pra lëvizja vetëvendosje me gjithë LDK-n kanë bashkuar votat dhe e kanë zgjedhur në kryetar, pra është zgjidhur Gërçi, Račić, Nenad Račić. Rashićin? Po, sa po është zgjedhur tani? Okej, nëse është kushtetuese, pse jo?
Pra, do të mund të qenë ajo për ta parandaluar. Unë nuk kam ndaj ku me ditë, kam qenë në delegacione me te një 2-3 herë, si deputet përparësia e tij është se e flet gjuhën shqipe mirë, që me sa di unë, është kundërshtar i Vučićit, edhe ata janë kundërshtar të tij dhe janë përpjek me damtu. Nuk e di kushtetuta ose